Mirë se vini në këtë shpjegues mbi mekanikat e aseteve digjitale. Sot, qëllimi është i qartë, të marrim konceptet paksa të ndërlikuara të Web3 dhe t'i kthejmë në një bazë jashtëzakonisht të thjeshtë për të kuptuar. Si në një klasë për fillestar, ideja është ta marrim të gjuhë të huaj teknologjike dhe ta bëjmë tërësisht të kuptueshme praktike. Pra, le të zhytemi menjëherë në këtë botë kaq interesante. Agenda e sotme shërben si një hartë udhëzuese e shpejtë. Do të kalojmë nga çfarë është saktësisht një NFT te mënyra se si funksionon, format e ndryshme, përfitimet për krijuesit, rreziqet e botës reale dhe në fund e ardhmja e kësaj teknologjie. Pjesa e parë, çfarë është një NFT? Për të nisur siç duhet, le të zbulojmë çfarë fshihet vërtet pas këtij akronimi kaq të përfolur. Akronimi NFT vjen nga anglishtja non-fungible token, që do thotë token i pazëvendësueshëm. Në thelb kemi të bëjmë me një aset digital tërësisht unik të ruajtur në atë që quhet blockchain. Pika kyçe këtu është se një NFT vepron si një certifikat digjitale, originaliteti absolutisht e pafalsifikueshme. Ajo provon pa asnjë hije dyshimi se kush është pronari i vërtetë i një artikulli virtual. Për ta bërë edhe më të qartë, le të përdorim një krahasim klasik. Kriptomonedhat e zakonshme, si Bitcoin apo Ethereum, janë të zvendësueshme. Është fiks si një kartë monedhë 1000 lekëshe, nëse e ndrojmë me 1000 lekëshe tjetër, nuk ndryshon asgjë, vlera mbetet e njëjtë, ndërsa NFT-t janë krejtësisht unike. Mendojeni një NFT si pikturën origjinale të Mona Lisës. Nuk mund ta ndroni atë me një poster të thjeshtë dhe të thoni se janë e njëjta gjë. Ky është sekreti i termit e pazvendësueshme. Pjesa e dytë. Si funksionon? Le të shohim pak motorin e vërtet që e bën të mundur të gjithë këtë unikalitet digital. E gjithë kjo magji digjitale bazohet plotësisht te teknologjia blockchain. Mendojeni blockchainin fiks si një libër llogarisht gjigant, të bërë prej xhami. Të gjithë mund të shohin çfarë ka brenda, por absolutisht askush nuk mund ta ndryshojë atë fshehurazi. Kur një aset kthehet në NFT, ai regjistrohet aty brenda, merr një identitet unik që se ka asnjë tjetër dhe pronësia e tij bëhet publike. Kështu askush nuk mund të pretendojë kjo është e imja, pa e vërtetuar ky libër xhami para gjithë botës. Në anën praktike, procesi i krijimit ka 4 hapa shumë të thjeshtë. Së pari krijohet vetë përmbajtja digjitale nga një artist apo programues. Së dyti, ngarkohet në një platformë të veçantë. Së treti, regjistrohet në rrjete të sigurta si Ethereum, një proces që në fakt i jep jetë tokenit. Dhe hapi i fundit është gati për t'u blerë apo shitur online. Shumë e lehtë nga sa cingëllon në fillim. Pjesa e tretë, format dhe përdorimet. Kalimi nga abstraktja në aplikime mjaft konkrete. Ekziston një mit goxha i përhapur sikur NFT-t janë thjesht ca vizatime digjitale. E vërteta është shumë më e gjerë. Ato marrin forma nga më të ndryshmet. Art digital sigurisht, por edhe muzikë, klipe video apo avatare koleksione. Madje kalojmë deri te pronat e paluajtshme virtuale në metaverse apo pajisje dhe kostume specifike brenda lojrave. Shkurtimisht, pothuajse çdo gjë që ka një vlerë në botën virtuale mund të jetë një NFT. Kemi parë disa raste studimi që kanë bërë bujë të jashtëzakonshme. Koleksione si Bored Ape Yacht Club apo CryptoPunks e dëshmuan se si një koleksion mund të kthehet në fenomen kulturor masiv. Ndërkohë, platforma si Decentraland dhe The Sandbox po krijojnë ekonomi të tëra virtuale, ku tokë digjitale blihet e shitet rregullisht, pikërisht duke përdorur këtë arkitekturë. Dhe për te i të pasurit diçka unike, aplikimet në botën reale janë fantastike. Për shembull, artistët munden që të mbajnë përqindje fitimi automatike për çdo rishitje të ardhshme të veprës së tyre. Lojtarët zotrojnë vërtet asetet brenda lojës. Në muzikë krijohet një urë direkte me fansat pa pasur nevojë për shtëpi diskografike në mes. E madje, teknologjia po përdoret për të prodhuar bileta eventesh dhe koncertesh tërësisht të sigurta nga falsifikimet e jashtëzakonshme. Pjesa e katërt, përfitimet për krijuesit. Pse ekziston gjithë ky entuziazëm rreth kësaj teknologjie? Avantazhet thelbësore të këtij ekosistemi nisin me transparencën absolute fal atij librit të xhamët. Për artistët e krijuesit, ky është një revolucion, sepse duke hequr qafën ndërmjetësit, ata fitojnë drejt për drejt nga puna e tyre. Kjo hap dyrë për modele plotësisht të reja biznesi dhe ndërton praktikisht shtyllën kurrizore të gjitha aseteve në përbotët e reja virtuale. Pjesa e pestë, rreziqet e tregut digital. Realiteti i ftohtë. Një analizë e mirë duhet të mbulojë gjithmonë edhe anën tjetër të medaljes. Duhet folur e hapur për faktin se tregu aktual ngjan pak a shumë me një perëndim të egër. Ka një nivel mjaft problematik spekulimi ku njerëzit blejnë vetëm me shpresën e një pasurimi të shpejtë, duke sjellë rënje drastike e të papritura të çmimeve. Më pas, kemi mashtrime të hapura, projekte të rrema dhe sigurisht keq kuptime të mëdha ligjore. Fakti që zotërohet një token nuk jep detyrimisht të drejtën e autorit për atë imazh. Dhe nëse platforma ku ruhet gjithçka dështon, i gjithë investimi thjesht mund ta avullojë bashkë me të.
Pjesa e 6 e ardhmja e pronësisë, një përmbledhje e asaj se ku po shkojmë saktësisht. Pika më thelbësore këtu është varësia absolute. NFT-t nuk jetojnë dot pa teknologjinë blockchain. Janë të lidhura pasgjithshmërisht bashkë. Ky fakt do thotë që zhvillimi i tyre në të ardhmen do të jetë i lidhur ngushtë me rritjen e vetë teknologjive Web3 dhe transparencës që ato ofrojnë në internet. Megjithse jemi ende në fazat thellësisht spekulative, potenciali për të ardhmen është i pamas. Imagjinoni pak, për te arti digital mund të kemi verifikim totalisht të sigurt të diplomave dhe dokumenteve zyrtare përmes kësaj teknologjie, apo krijimin e identiteteve digjitale të pathyeshme. Nuk bëhet fjalë më vetëm për imazhe, por për ndërtimin e një infrastrukture masive dhe tepër të sigurt për vetë bazën e internetit. Dhe gjithë kjo na shtyn drejt një pyetje vërtet provokuese në fund. A do të arrijë kjo teknologji të rishkruajë plotësisht rregullat e pronësisë digjitale, apo do ta kujtojmë thjesht si një eksperiment të guximshëm por tepër të paqëndrueshëm? Kjo është një përgjigje që mbetet për të parë në vitet në vazhdim. Këtu mbërim në fund këtij shpjeguesi dhe si gjithmonë, mbetet një kënaqësi të zbulojmë dhe zbërthejmë qërat e reja hap pas hapi.